Mund të ngriheni pak lart. Vendosuni në gjunjë këtu përpara. Po pa puna, unë bashkë kësaj të bëjë filloj direkt vrapin. Edhe unë do bëj vrap me ty. Sot, pastaj ja ta veç mikrofonin. Monzat lutem. Po shplodhem. Tak. O zot. I hapim gjunjën sa gjërësia e legenit. Ngrihemi lart, drejt. Thashtë. Kujdes mikrofoni, Regjina. Kockat e legenit. I hapim duart anash, marrim frymthell këtu, qëndrojmë sa më drejt, forcojmë muskujt e barkut dhe fillojmë shkojmë mbrapa duke strequar kofshët. Nxjerrim frymarrjen. Jo, mos u ul. Se mulur, thjesht. Jemi këtu. Dhe vim lart. Marrim frymthell, nxjerrim përpara, shkojmë mbrapa me trup. Ke që është se muar o mirë të thonë ta kapin duart bashkë. Edhe kapim. Kujdes mos u mbështet tek kyçet. Ti në ndonë se vështetem ke kyqe, thonë? Po ç'ne Sepse pilates ngritet me gjunjë. Orange Farmaci, se kuptoj këtë lidhjen. Si? Ç'ne pilates me Orange Farmaci? Pilates ndihmon për Kolagjeni, po. lëvizjet e nyjeve, çdo aktivitet fizik ndihmon. Sigurisht që nuk prodhon kolagjen sepse në bazë të moshës fillon edhe humbet. Por nëse ju stërviteni çdo ditë, bëni aktivitet fizik çdo ditë dhe konsumoni një nga ato paketa që keni aty, po mund t'ju ndihmoj që të keni lëvizje më të rrjedhshme, më të mira, më fleksibël dhe mos keni dhimbje kyçesh dhe nyjesh. Dhe mos të pësoni dëmtimet të tendinave. Okej, qëndrojmë këtu përpara. Hapim këmbën e djathtë anash. Falë son, po duhet me ta zam pak venin. Qyqa. Do mundoheni të qëndroni tek gjuri që keni të mbështetur poshtë. Ta quajmë këtë gjuri mbështetjes. Qëndrojmë drejt, marrim frymthell, nxjerrim dhe zgjatemi nga ana e majtë. Dhe vim drejt lart. Marrim frym këtu, nxjerrim, shkojmë poshtë. Edhe 4. Kur thot edhe 4, më duket sikur thot edhe 10. Edhe 3. Ishte më i lehtë. Bravo. 2. E fundit e vendosim dorën poshtë, mbështetemi dhe ngrem këmbën lart. Jo, se dhe do të... Bravo. Qëndrojmë drejt, Ta shokut ngoj. prekim tokën me këmbë dhe ngrem drejt lart. Ja ka dalë Edhe 4. Prit, ta vaj. 2. Oho. E fundit. Okej, mbështete këmbën poshtë, ngrije trupin me kujdes lart, mbështetim gjurin tjetër, Ndrojmë hapim këmbën. këmbën tjetër. Bëj yoga po. Ma e lirë. Makinat klevisës. Shiko, kam një pyetje. Trupi është krejt i pashkrydhur, kur fillojnë këto lloj ushtrimesh. Nuk ka një paradhon. Neve bëm warm-upin për ushtrimin. Një bëm paradhon për përmbarjen, këtë, nuk ka? Edhe roll-upi është një farë warm-upi për trupin. Nuk e besoj që është kështu. Nuk e ndjej trupin që është i përgatitur nga ana e ngrohjes për t'i bërë këto ushtrime që janë të determinuara. Ja. Duhen ushtrime të pa determinuara që t'apet trupi, pastaj mund të kalojmë këtu. Këto janë ushtrime beginner, janë për fillestarët, janë ushtrimet me të cilat Kam përshtypjen që po flasim dy gjëra të ndryshme, po s'ka problem. fillojnë të gjithë dhe mendoj që e keni më shumë nga fakti që s'keni fjetur mjaftueshëm ndoshta. Edhe u zgjuat pak më larg. Okej. Marrim frymthell, zgjatemi, prekim tokën. Dhe vim drejt lart. Edhe 4. 3. Shumë mirë. 2. E fundit. E vendosim dorën poshtë, ngrem këmbën. Vendosim dorën mbrapa, prekim tokën poshtë, lart. Edhe 4. Nuk nxitojmë, nuk e ngrem këmbën më shumë se ç'duhet. 2. 1. Vendose këmbën poshtë dhe ngrihemi drejt lart. Okej. Do vendoseni përpara me duart poshtë supeve. Si qenë? Supet. Qëndrojmë aty drejt, mundoni që mos të mbyllni supet lart tek qafa, hapeni kraharorin,
hapeni shpinën, mos bëni këtë lëvizjen poshtë në mes, qëndroni me mesin sa më drejt. Okej. Dhe zgjasim dorën me këmbën e kundër. Dora e djathtë, këmba e Atë kundër. ushtrimin që ja kam treguar Zgjatet te shtëpia. Zgjata dhe këmbën lart, nëse Na mund. bravo. Dora e kundërt, Neva. Dora e kundërt. Je shumë mirë me këmbën, thjesht dora tjetër. Shumë. Këmba dora e kundërt. Shu thuam. Po, shumë mirë. Prekim tokën dhe shkojmë lart. Prekim tokën me këmbë dhe me dorë dhe lart. Edhe dy. E fundit. Qëndrojmë aty për 8, 7, 6, 5, 4, më ka radionin 3, kokë. 2, 1. Vendosim dorën dhe gjurin poshtë dhe qëtësonin mbrapa në child position. Jam e bindur që është thjesht mëngjesi, se ju më të më shumë se kaq. Asa mirë po e bëjmë. Po, dhe më shumë. Ngrihemi lart për këmbën tjetër. Zgjasim këmbën e majtë në dorën e djathtë. Di që jenë bona. Marrim fund. Lart. Shkojmë poshtë. Po na Dora dorën këmbën tjetër. Po, e bëra shfarë. lart, prekim tokën dhe lart. Edhe 2. E fundit. Qëndrojmë aty për 8, 7, Do më pak 6, me këtë. 5, 4, 3, Si numër 2, 1, qëtësoni. Interesante. Shumë interesante. Sa nga ju janë të gatshëm për një challenge të vogël, për një sfidë të vogël? Hajde më e bëjmë gjithë, s'ka gjë. Po deshe na hudh pishini, herë na dali gjumi, pastaj. Jemi shumë për gjumshëm. Ja, që Mirë dhe ti, Inja, Devti. Unë po jam për Hajde, challenge, jepi. Okej. Do pozicionohemi në plank. Okej. Vendosim duart përpara. Okej. Jo, plank lart, high plank. Plan klar? Po. e që do bëjmë mi? Zgjasim njërën këmbë mbrapa, vendosim gishtat mirë në tapet. Zgjasim këmbën tjetër. Qëndrojmë drejt, nuk A i mund ta uli hiq vithet të poshtë, tapetin fare unë? si të duash. Këtu rrshkas. Ky është Uli vithet të lutem, është pozicion pak i vështirë, kështu që Kobra kujdes është kjo? mesin. kjo është kobra më duket? Jo, Kobra plan. është këtu poshtë. Po ç'a është kjo? Na Kjo thu është një plank, kak. high plank, high plank. Haj plan. Okej. Okej, qëndrojmë, mbajmë dorën e majtë poshtë dhe të djathtën e ngrem lart, pse na them rëshket trupin, Dora e majt poshtë. vendosim dorën përsëri poshtë, shkojmë për anën tjetër. Këto challenge-et i bo kam unë. Bravo. E po kështu duhet ta kisha nisur që në fillim duket. Shkojmë për nga ana tjetër. Sepse emri im është challenge. Edhe një nga ana tjetër. Ka bukën ka qenë cigare. Kejmë dorën e majtë dhe shkojmë për lesh. Qëndrojmë këtu përsëri në plank, ngrem këmbën e djathtë. A e tu maç tani. shkëputim lart Na bëj pushim, na bëj. dhe poshtë. Na bëj Dhe pushim. lart. Uli vitët poshtë, mos shkoni në downward dog. Si E çfarë? fundit, Rëshkasi këmbët. këmba tjetër. Uli vitët, edhe 3, prekim tokën, çojmë këmbën lart, 2, e fundit, qetëso poshtë. Qetësoj shpinën këtu. Zgjatëm të dyja duart nga një ranë. Këto janë të jogës. Këto i një. Po stretching njësoj bëjt. Dhe pastaj zgjatemi nga ana tjetër. Okej, kjo është e fundit që do jetë pak e vështirë. Do ta përdorim për të ngritur lart. Vendosemi në plank, bëjmë vetëm një pomp Jo, dhe ma ngrihemi të lart. Hajde ta provojmë një herë. Okej? Vetëm një herë. Vetëm një. Okej. Po? Një, fillojmë Një edhe pomp? me duar mbrapa, nuk i përthyen E di po gjurmë bëhet të marrë. ngrihemi lart sa më ngadal. Marrim frymthell në duart lart. I mbajmë duart këtu, ngrihemi në majtë të gishtave dhe ulemi poshtë. Edhe 4. Po. 3, 2,
1, qëndrojmë aty. Ulemi poshtë, I hapim pak shputat nga njëra tjetra, marrin frym thellë, nxjerrim, fillojmë, mendoni sikur keni një karige mbrapa për të ulur poshtë. Shumë mirë. Shkojmë për 7. Mbylli pak këmbët, okej. Edhe 5. Shumë mirë, kujdes gjunjët, mos I kaloni përpara gishtave të këmbës. Edhe 3. 2. E fundit, qëndrojmë aty dhe pulsojmë për Sigur ta dija që do thonë të 7, qëndro. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ngrihemi lart. I hapim duart edhe këmbët anash. Marrim frym thellë, vendosim dorën e djathtë poshtë të majtën lart dhe zgjatim. Shkojmë edhe njërë nga ana tjetër. Edhe një herë. E fundit për anën tjetër. Ngrem duart të dyja lart. Dhe do filloni të harkoni shpinën duke ulur kokën, qafën, supet, shpatula dhe duke shkuar poshtë. Mundoni të vendosni pllëmbët e duarve ose mbi tapet, mbi bar ose mbi shputat tuaja, ku mundeni. Asnjërin se bëjmë në Romi. Përthyejmë gjurin e djathtë dhe ngrem dorën e majtë lart. Kudo. Jo. Okej, shumë. Dhe pash. Vendosim dorën poshtë, ngrem tjetrën lart, shtrim durin. I vendosim të dyja duart poshtë të shputat. Përthyejmë pak gjunjët dhe fillojmë ngrihemi lart, vertebër pas vertebre. Koka vjen në fundit lart. Marrim frym thellë majt gishtave. Dhe lësho. Edhe 2. Marrim frym thellë, lësho. Ua, sa mirë e bëgam këtë. Edhe 2. Marrim frym thellë lart, lësho. Bravo! Le të themi që përfundua disa ushtrime të vogla të pilatesit. Uroj të jeni zgjuar paksa. Po, tash na doli gjumi. fundit, Shumë faleminderit, ishte shumë e mirë. Shumë faleminderit juve. Uroj të kaloni sa më mirë sot dhe të ketë qenë gjëja e dur për fillimin e ditës. Kur do vish nesër? Vendoseni ju kur të vini nesër. Më falja, mund ta mbaj unë këtë tapetin se do bëj pastaj Po ushtrime? patjetër, po, edhe tapetin edhe mos harroni kolagjenin që ta pini kur të mundeni Na ju. baj soni. Sa herë në ditë pijet kolagjen? Një herë. Para buke, mbas buke? Pas buka.